Bashkimi Evropian, siç e dini, ka sjell përmes komisionit një përfaqësi ekspertësh që kanë parë pikat e prodhimit, të grumbullimit, të aktiviteteve që lidhen me produktet shtazore dhe nën produktet e tyre. Dhe kanë lënë një sër detyrash. Kanë lënë një sër detyrash për cilat ne, përmes inspektoriatit, do duhet të ndërveprojmë me 900 subjekte që janë në territorin e Shqipërisë dhe që kanë rrezikun shumë të qartë, po që të gjitha, jo një e dy, që të gjitha sot në kushtet që janë, natyrisht që mes tyre ka disa që me pak gjëra mund t'i plotësojnë standardet, dhe një shumicë tjetër që do duhet bëjmë më shumë. Rreziku i mbylljes dhe ose përjashtimit nga tregu i stabilimenteve ushqimore që në ditën e antarësimit. Kështu që kjo kërkon radh parë vetëdijsim, në radh dytë kërkon informim për të kuptuar eksaktësisht që unë kam këtë pikë, bëj këtë aktivitet. Çfarë duhet bëj unë që ky investim të mos ma marrë lumi dhe si do më ndihmoni ju, qeveria shqiptare, strukturat e shtetit, që unë t'ja dal në këtë proces. Tjetra është çështja e thertorave. Ne kemi bërë një stabilizim krahasuar me kohën kur kemi marrë këtë detyrë dhe kur besoj e mbajnë mend gjithë ata që kanë kaluar nga kthesa e Kamzës, ku gjëja e gjallë therej në trotuar dhe gjaku rrithe në rrugë, e sjell këtë si një nga shëmbulltyrat e asaj kohe, dhe kemi kaluar në një nivel tjetër. Por, ajo që është shumë e qartë nga pasqyra e problematikave dhe detyrave të lëna, është që niveli ku ne jemi është shumë më i mirë se ai që ishim për Shqipërinë, por është larg nivelit për të marrë certifikatën që po, ti mund vazhdosh thjesht territore dhe mund të shërbesh tregut evropian. Sepse nga momenti që ne hym në Bashkimin Evropian, ne nuk jemi më 28.000 km2. 28.000 km2 jemi për një sër gjërash, por për shumë gjëra tjera ne jemi aq 1.000 km2 sa që është gjithë Bashkimi Evropian. Dhe çdo gjë që prodhohet në Shqipëri, çdo gjë që del në dyqan në Shqipëri, konsiderohet që del në dyqan në Bashkimin Evropian. Nuk është më çështja që s'të lën ta çosh në Itali. Çështja është s'të lën ta shesësh në Shqipëri.